Teknikisht ja dole. Teknikisht. Po. Emocionalisht dhe si e menaxhove? E shkatruar emocionalisht po, sepse më kapte frika që mund të më linte zëri, mbase forca ime nuk e çonte dot deri në fund. Ishte vepër e rëndësishme? Ishte një gala, kisha dy arje shumë, dilja vetëm për aq. Se është akoma se gjatë veprës ti edhe gjen të rikuperosh veten, po ishin vetëm 2 numra për të bërë. Të pastër, isha vetëm, ndërkohë kisha balerinë në skenë, ndërkohë duhet kisha dhe komportimin me ta të mizanskenës, domethënë duhet isha dhe shumë e qeshur. Por unë kisha një luftë shumë të madhe brenda vetes, gjë që mund të më dënonte shumë dhe luaja shumë me stresin. Është ti humb kile gjak, pa të dalë një pikë gjak. Ti e ndjen veten shumë të shkarkuar. Domethënë ajo është vërtet ëndra më e keqe dhe është kaq e nevojshme edhe për artistin, për mbështetjen si emocionale, si psikologjike, sepse kalon në, si të thuash, në val shumë të forta, që unë them një njeri në një jetë normale, një zanat tjetër nuk i ka kaq të forta. Nuk është e pamundur dhe bëhet shumë i prekshëm. Është shumë i prekshëm nga ana emocionale. Domethënë, ne gjithmonë kemi pas qesh kur diskutonim, që thënë, po pse ky kaq i ri, më madhe këto me drograt, me këto. Kur e kupton vetë, vjen një moment, frekuencat bëhen aq të forta, Mirel, dhe varet ai njeri është i mundur ta përballoj apo jo. Për shembull, unë kam një nga gjërat që diskutoj sa herë më sillin prindër fëmijët e tyre. Dhe i shoh që e kanë të pamundur me zi të flasin, e kanë të pamundur të lutem, ky fëmijë para duhet psikologjikisht duhet ta kuptoj që ky është një zanat që me këtë lloj natyre nuk bëhet. Nuk e përballon. Ti shkatron fëmijën, mund të ketë zërin më të bukur në botë. Ti e shkatron atë fëmijë. Ti e shkatron për jetën. Nuk është problemi që nuk e bëre artist, po ti e shkatron për jetën. Domethënë, janë ca gjëra që dhe mësohen, pa diskutim që mësohen, po duhet përgatitur. Ti ke qenë e fortë kështu gjithmonë, ti do ishe shiko, një natyrë kaq e fortë, se ti e shikon gjën, unë e kuptoj, ti je analitike, je shumë analitike dhe je njëkohësisht shumë e fortë. Absolutisht je emocionale, se ne dëgjojmë këngët e tua dhe emocionohemi, edhe burimi je ti, është zëri jot, patjetër është përpunimi jot, por ti ke këto të dyja. Këto të dyja të bëjnë ty, nëse nuk do të ishe ti kaq analitike, do ishe këngëtare kaq e madhe, do ishe kjo që je mendon apo? Shiko, unë kishe vetëm emocion dhe talent, se thonë jam talent i madh, po mua më shkatruan, unë nuk dal dot, s'përballoj dot skenën, unë nuk e përjashtoj backgroundin. Okej, nuk kam qenë në natyrë kaq, domethënë shumë gjëra më mësuan me jetën, të kuptohemi. E qetë, një fëmijë ka qenë që një fëmijë shumë i qetë, domethënë mblidhja shumë. Por ndërkohë në zanat, ke pjesë në zanat e them tash jo zot, atëherë ka qenë dëshira për të kënduar. Ishte shumë e madhe dhe më merrte më përpara. E qartë. Por logjikoja shumë. E merrja me qetësi. Dhe me thënë të drejtën për prindërve pa divizëm. Domethënë e themi divizëm tani, po pa delirim. E qartë. Mendoja që çdo gjë mund bëhet më mirë. Kur ndjesha mirë e bëja, po flasim për atë kohë. E qartë. Derisa ti e fillon e kupton, por më ka ndihmuar shumë dalja në skenë shumë shpejt. Dhe dalja në skenë dhe në skenë live, dhe në skenë me orkestër, në skenë live, unë me provë kam dalë. Pa hile, domethënë. E mësova pa hile, si të thuash, profesionin, por jo, mësova pa hile, si të thuash, procesin e emocionit. E qartë. E mora shumë të pastër, e mora një brum të pastër. Edhe as pak fals, as pak të ndjesha dhe të gjeja veten. Dhe unë në atë moshë ti fillon ndërton karakterin tënd, ajo është mosha që ti fillon e ndërton dhe personalitetin dhe karakterin, unë e ndërtova në skenë, duke provuar veten, duke sfiduar veten, non-stop. Kjo ishte që edhe më zgjoi në një farë mënyre. Por normalisht prindrit e shifnin, sado që unë t'isha një natyrë e qete, unë emocionin nuk e kisha për të bërë një debat, nuk e kisha për të diskutuar diçka në familje. Në shkollë, po. Domethënë e kisha jo shumë
si thua sportiven si natyrë për energjinë, por ama e kisha e mbaja këta. Ata kaq që kishin kuptuar dhe pse nuk donin fare të më bënin artiste, se kjo është një gjë. Jo, nuk donin, e dinin këtë luftë në emocioneve. Unë i kuptoj sot. Lodhjen që ke. Vajzën artiste do ta bësh? Jo. Jam po e njëjta gjë, domethënë, jam totalisht vajza prindërve të mi. Sa bukur e the këtë jon, i vasolle njerëzve këtu jon. Jo, sepse e para shoh natyrën e saj që nuk më ngjan shumë në këtë pikë. Ajo vërtet është më emotive. Sa ajo është biarti, edhe ajo. Ajo është shumë emotive. Unë e shoh që ajo preket shumë shpejt. Ajo mjaft të shohë ty të shqetësuar ose të shohë një situatë jo mirë në shkollë. Kur ndjehet, domethënë, fakti që ajo preket kaq shpejt edhe ka pas gjithmonë, mua kjo më vendos një çik që them, jo, s'dua ta lodh vajzën. Në qoftë se ndonjë gjë mund të ndryshoj, sepse prandaj ne e nisim shumë shpejt, se nisim 14, po flas për të kënduar. Bota jashtë e nis 18. Bota jashtë lë të ndërtohet, të ndrojë dhe zëri, sepse dihet. Si ke vajzat në pubertet, që bëhet ai ndryshimi i trupit, akoma dhe ke djemt që ne e dallojmë, edhe më shumë ke djemt kur fillon ai zëri fëminor kur kalon një zë që bëhet më burror. Ai është ndryshim shumë i madh dhe që ti duhet ta presësh atë proces, sepse ne kemi pas për shembull shumë fëmijë kanë kënduar si bilbilat vegjël, kur janë rritur nuk kanë pasur. Sepse ndryshimi vokalit i ka bërë që të humbi ajo me tillë vjen, po kanë kujtimin më të bukura të jetës tyre, të kuptohemi. Megjithatë do të dalim pak këtu weekend. Për shembull dëgjoj, Adele ka bërë kordat operacion. Po, anullohen koncerte se nuk jam mirë me zërin. Në fakt mua më duket si do të thënë Adele është tjetër rast, nuk janë vetëm zëri, Mirela. Po duken si finde artistesh këto. Jo, nuk është finde, është edhe ana emocionale shumë, prandaj po të them që pra ti mund të kesh zë emocionalisht si e gati. Si e gati për ta bërë. Sepse po flas për këtë rastin që ndodhi para ca muaj që kisha këtë kolpën e alergjisë. Ndjehesha e fortë psikologjikisht për ta çuar përpara. Sepse thoja e ke forcën, është forca pjekuria moshës, e gjitha dhe thoja, unë këtë do ta ha me dhëmb, se ne themi këto gjërat. Po. Këto gjërat që unë këtë ta lë, jep vetes, ja thua vetes non stop, unë këtë ta bëj. Do ta bëj, kam darë mendje do ta bëj. S'ka zë, do ta bëj. Dhe të del, dhe të kur normalisht ti je shef një bulës, ti e kupton deri ku. Deri ku mban ti, e kupton se ti je shef kur ai gjëja nuk funksionon, ti as flet dot ajo, s'ka kuptim. Por ti je shef që kjo gjë është një gjë që mund të shkojë. Por duhet ta kesh nga ana psikologjike, emocionale, po psikologjike se truri jep çdo komand të mundshme deri për të ngrënën, deri për të. Si je ti kaq e fortë në art, se arti është me intriga të forta thon. Edhe televizioni mund të ketë, edhe çdo profesion mund të ketë. Po të flasësh me mjek, thon, hajde të flasësh, tregojmë në industrinë tonë. Po të flasësh me biznesmen, hajde të flasim për këtë industrinë tonë, me bankier, hajde të flasim çik për luftën, etj. Por arti historikisht, se për shembull unë di historinë e Vincenzo Bellinit, e Berliozit, Beethoven, Mozart, dashurira të mëdha, urrëtie të mëdha, Salieri për Mozartin, ne shkatroi thon mediokriteti, të gjitha gjërat, do të thënë i dim. Edhe i dim edhe se historira të bukura, jemi frymëzuar dikur, kemi parë filma, kemi lexuar libra. Ti si Adele që e kaq e fortë dhe thua edhe me çerek zëri del, këndon, se merr vesh njëri të Duart Rokasin, jevi Kena Kamenica. Çfarë ndodh? Çfarë procesi ke ti? Së është procesi, është forma e rritjes. Dhe prandaj ta thash dhe që në fillim, fati e deshi për 1001 arsye, sepse kanë qenë shumë arsye të forta që unë duhet nisja edhe të punoja aq herët. Më pas një intuit e zhvilluar shumë që në moshë të hershme. Kolegët e mi të punës, atëherë në atë kohë, kur unë bëja këtë gjënë, ishin një moshë, ishin normalisht diçka më të rinj se prindrit e mi, po edhe sa prindrit e mi, si thuash, ka qenë Kosta Kamberi, ka qenë Luan Zheku, Liliana Kondakçi, Mariana Kondi, sa ta punonin atëherë dhe ishin aty. Dhe ta mendosh një vajzë shumë e re që rria në kamerinot me ta, pija kafen me ta, isha fëmija atyre. Dhe unë rritesha në atë
mendësinë, mentalitetin dhe të kuptuarit të një institucioni të jetës se si zhvillohet arti. Si thua, kam marrë atë shkollën e parë që prindrit nuk ma jepnin dot, sepse ti ke marrëdhënie tjetër në shtëpi. Ti në shkollë nuk e merrje kurrë nga moshatarët e tu. Dhe ty të vinte në një formë graduale, por ishte edhe një kovlerash, sepse këta ishin artistë vërtet konfirmuar dhe sot e kësaj dite janë ngelen figura shumë të rëndësishme. Dhe kishin shënjur shumë mirë. Dhe unë atëre në mënyrë të pandërgjeshme, mua më futesh e kjo gjë. Dhe më vazhdoj dhe më tepër, nisa atëre, ka qenë bumbumrumi i parë. Marrëdhënia me njerëzit në një orar që dilnin nga vetja, që do të thotë mbaronin punët, vinin aty. Ishin gjithë njerëz më të mëdhenj se unë në moshë. Dhe është një pjesë që ty të fillon të zhvillohet dhe intuita, ai karakteri jot, në mënyrën se si ti e ndërton. Por dua të them, kjo është që më mësoi, më bëri shkolla e jetës është për të thënë kjo. Më ndërtoi, për të kuptuar dhe më vonë. E qartë. Për të kuptuar deri ku duhet isha dhe ku duhet largohesha. Për të mos i rënë dhe murit me kokë. Ti kur shef një gjë, jo se unë nga vështirësitë të riqesha, absolutisht, po dija si duhet të depërtoja. Dhe sa duhet të depërtoja. Se jo çdo ambient të shijoti, jo çdo gjë të përket ty. Jo ti meriton çdo gjë. Të kuptohemi. Kështu që të qenurit me këmbë në tokë në mënyrë të pathënë, të pashkruar, të paartikuluar, më ka mbajt në ca raporte që kam arritur t'i them vetes, okay, kam kaluar dhe kaloj një jetë profesionale, artistike, po dhe shoqërore, të balancuar. Pa diskutim që ekzistojnë bryllat, pa fund. Mediokriteti, pa fund. Po jetojmë kohë mediokriteti. Po jetojmë në kohë që shkelen vlerat. Po jetojmë në këto gjëra. Po jetojmë atë kohën që se ke vlera nuk kanë besim ke ty. Që do të thotë, është ajo frika, sepse varet kush kërketi. Domethënë, i kemi këto raportet ndonjëherë që i ndjen si frustracion, por ajo që i kam kërkuar vetes, prandaj them është një punë që ti bën me veten tënde, është që vërtet më vjen ajo gjëja përballë, Mirela, por filloj të vë dhe ty pak në diskutim brenda vetes time dhe të kuptoj pse ti po e bën këtë sjellje me mua. Deri diku. E qartë. Pse të ka çuar që të sillesh kështu me mua ose, E kuptoj. Kështu që në një farë mënyrë filloj futem tek tjetri në mënyrë edhe me temperament, unë jam tip që kam temperament dhe e marr, e diskutoj, e debatoj, ta them atë gjën, e them, okay, nëse ti e ndjen del jashtë vetes tënde për të, okay, më e bëjmë dhe kështu siç thua ti. Por kuptoj që për mua e ke gabim, unë e mendoj ndryshe, po do ta lëm kështu. Unë atë që dua të bëj me ty, do ta gjej me diku tjetër. Do të thotë që unë prapë se heq dorë edhe nga gjëja ime, por mbase nuk do jetë, por nuk këm ngul kur shoh dikë tjetër përballë ose do gjen. Kjo më ka shoqëria që kam zgjedhur të jetoj. Domethënë është po dëgjoja edhe sot, nuk e di ku më doli përpara që ti ndonjëherë bëhesh ai i vendit ku ti rritesh, i shoqërisë ku ti rrethohesh. Këtë e kam mësuar më përpara deri diku. Unë të kuptoj edhe të dëgjoj edhe se disa e qartë isha tash, po na kapi kështu si po mundoj të gjej një analizën çik sa më shumë e qartë.